mushrik, idhujtar, idhujt rreth Qabës, apo Qabën vetëm me parë halal do të marrë. Edhe xhamia do të marrë me halal. Edhe njeri do të më ushqy me halal. Pastaj e kemi rindërtimin e Qabës, që pejgamberi alayhi salatu thuhet se ka pas 35 vjet kur kanë filluar rindërtimin. Edhe ka marrë pjesë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rindërtimin e Qabës. Domthon Qabja është rindërtuar disa herë. Sepse ndërtimi i breshti ka qenë, edhe shinat e ndryshme, erdhat e ndryshme kanë bërë që ajo me pas nevojë mu rindërtu. Në këtë kohë kurajshitët marrin vendim me ndërtu Qabën. Qabja ka qenë e ndërtuar me atë Hijr Ismailin, me atë gjysmëharkën, që ashtu ka qenë Qabja. Mirë, po këta kanë vendosur mushrik, po kanë vendosur që haramin mos me shtin xhami. Subhanallah. Sot, në për vendet ndryshme të botës, jepet fetvaja me shumë lehtësi, po marrëm kamata, edhe marrëm parë, ose janë haram, hajtë se ndërtojmë xhami me të sprishme. Mushrik, tas po du me thonë që mushrikët janë më të mirë se muslimanët e sot, absolutisht, vetëm se po du me kransu, do më thonë si koncept. Mushrikët kanë thonë jo, vetëm parët halal çka i kemi do të më shti këtu, se kjo është pjesë e Zotit. Mushrik, idhujtar, idhujt rreth Qabës, apo Qabën vetëm me parë halal do të më marrë. Edhe xhamia do të marrë me halal. Edhe njeri do të më ushqy me halal. Edhe me punu halal, dhe gjitha këto mirë, po të xhamia është më e ndihshme sidomos Qabja. Edhe nuk ju kanë mjaftuar tornat që i kanë pas për me ndërtu që ka qenë, edhe e kanë shkurtu, e kanë bo 4 orë që shërsët, edhe ka met Hijr Ismaila i gjysmëharku jashtë Qabës. Edhe pëso është pjesë e Qabës, ajo, po ka met jashtë mureve të Qabës.